Faleminderit, zonja kryetare. Po mirë, erdhë këtu dhe bët lajm, me instiktin e kafshës duke thirrur tribun, e kujt? Me foltore dhe pik. Habitu pak. Për çfarë erdhë? Për të bërë këtë lajmin? Është një nga ato momentet në të cilat them, sa mirë që më ka bërë Zoti grua, që t'jetë ky. Se po t'isha burr, nuk do ishte shumë e fisme t'i përgjigjesha në mënyrë aq të fisme. Pikave të këtij, që i thret instiktit shtazor. Edhe ka kënaqësi nga instikti shtazor dhe thot, unë nuk performoj. Ti je aktori më i madh që ekziston këtu. Tani, nuk gaboj, sepse më pëlqejnë metaforat, sidomos ato që janë të dark apo cinike. Dhe padyshim, nuk më pengon formimit të them që po, kush e ka aparatin tretës në tru, mund ta përdori dhe gojën për jashtëqitje. Edhe ti e përdor shumë shpesh këtë, dhe mirë e bën. Sepse tul pikë dhe na bën shumë punë edhe neve. Ti thua do ta votojmë ne pa diskutim si Çeço, këtë që duam ta votojmë dhe të kemi sjell një rezolut edhe më tepër se sa kaq? Përveç se Dick Martin edhe genocidin serb, ti thua do ta votoni si Çeço? Në fakt, miq dashur, se memoria e shkurtër ju funksionon këtë vend, se vetëm e shkurtra funksionon këtë vend, ju e votuat si Çeço Srebrenicën. Pasi dikush këtu ju futi qartësisht në një kurth politik dhe ju anxorri kudo kartonat e kuq nëpër botë se si ju ishit kundër rezolutës për Srebrenicën dhe erdhët një javë me si Çeço e votuat. Ju. Jo vetëm që ne do votojmë Dick Martin se si jemi ushtri, jemi njerëz lirë edhe sepse duam Kosovën dhe nuk bëjmë ne thika pas shpine, që thoni ju thik pas shpine. Kush është thik pas shpine më e madhe? Se sa të kesh këtë bilanc tregtar që ke me Serbinë, ku Serbia përfiton nga Shqipëria e vogël me ekonomi të varfër dhe Kosova humb nga shkëmbimi me Shqipërinë e vogël dhe me ekonominë e varfër. Fiton Serbia edhe ekonomikisht, jo vetëm politikisht. Kush i bën thikat pas shpine, kur ti shfaqesh duke buzëqeshur me Vučićin dhe lë në imazh të trishtuar Albin Kurtin? Pak e kam pasur përvojën Ministrinë e Integrimit. Atëherë kur Kosovës nuk i shënoi emrin tavolinë, dhe kur serbët çoheshin nga tavolina kur negocionin fondet e rajonit, ne çoheshim si delegacion që të gjithë konsultoheshim me delegacionin e Kosovës që sulej doti barabart në tavolinë dhe pa marrë agrimentin atyre nuk uleshim më tryez. Kjo është të duash Kosovën. Kjo është të duash Kosovën, së pari ta duash hapësirën shqiptare dhe ta favorizosh faktorin dhe shqiptarizmin ekonomikisht, se fukarallok mas karallok në fakt. Ta lësh të varfër këtë vend dhe ta lësh Serbinë edhe në raporte tregtare me Shqipërinë përfitoj më shumë se sa Kosova dhe të bësh sa më shumë pleh që të krekosesh sa më shumë si gjel, kur ti i tregon forcën Kosovës se qënë ke lideri global i rajonit, kur edhe në Kosovë mjeku paguhet 2 fish i këtushëm, edhe në Kosovë ai pedagogu paguhet 2 fish i këtushëm, edhe në Kosovë ndihma ekonomike është më e madhe. Ta duash Kosovën nuk është shkruash letra që harrohen, për t'i përdorur kundër shqiptarit që ke brenda. Ta duash Kosovën është bësh faktorin shqiptar të rëndësishëm në Ballkan si që ka vendin dhe atëhere kur ti mos të zgërdhiesh me Vučićin dhe t'i kthesh shpinën dhe më keq Albin Kurtit. Faleminderit. Fjala për zonjën Duma, përgatitet zoti Shalsi. Kam bindjen që gjithve i ka ndodhur ato momentet që as qesh dot, as qan dot. Në absurd, absolut, nuk e di, është tragjedia apo është komedi, po sa herë ju flisni për integrimin për 10 vitesh, nuk e di pse kam të paralelizmin e Konicës me doktor Gjilporën. Po ta kishte shkruar sot, megjithëse 1920 e ca, edhe në 2020 e ca, do të është e njëjta gjë, është e njëjta Shqipëri. Shqipëria doktor Gjilporës është, por nëse do të kishte dhënë një nga ato recetat metaforike mjekësore, do të kishte thënë, njerëz, me nga dalë, ndaloni, se nuk shërohet një sëmur me ndorë duke i dhënë ilaç vaj kapslliku. Nga dalë.
të ngecur plotësisht, me sikur, edhe me integrimin, po jo edhe, po thelpsisht me integrimin, ju keni menduar që në 10 vite mund t'i hidhni vaj nga ai ikonicës, vaj kapsliku makinës propagandës, dhe do t'ja hidhni. Jepi qik vaj makinës propagandës dhe mund t'a shtensiononi situatën. Po do t'i kthehem prapë kësaj metaforës, se ashtu si që qeshni ju me veten dhe me shqiptarët, se në fakt her pas here është zgërdhjerje në nivel cinik, ashtu që është dhe unë me faktin se si mundeni kaq shumë, kaq thellë, kaq gjatë, të vazhdoni të gënjeni. Shikoni, ky kryeministri që iku tani, bën mirë që her pas here të qëndroj dhe të dëgjoj të ketë durimin psikologjik të dëgjoj minimalisht pjesën më të madhe se tha herën tjetër që do ju vendos gjop juve. Bëni si them unë, mos bëni si bëj unë. Dhe ju drejtua të gjithve si kope këtej. Tha, dënoja juaj e budallëkut, do bënte mirë të rinte. Tha, ju të pakulturuarit, ju jeni rrezik kulturor. Unë i përkas një parti e djathtë, dhe jam krenare për këtë. Në një parti të djathtë, koncepti i kopes nuk ekziston edhe jemi çliruar nga kjo. Tjetër që në një parti të majtë është trashëguar kopeja. Nuk është e ndershme kjo për një vend demokratik të vazhdoni ta trashëgoni si mendësi. Se në fakt më shumë i bën dëm vendit mendësia se ekonomia. Gjithsesi, kam një arsye pse nuk i drejtohem nga vendi megjithëse ai e kalon, sepse e kuptoj që e ka seancë psikoterapike të drejtohet këtej dhe të shfry me stërkalat pështymës së projt psikologjik të vetit, sa herë që i drejtohet asaj partie në të cilën, instinktivisht, kur ishte i ri, donte ta aderonte. Donte t'ishte aty, ke Partia Demokratike, t'ishte tek e reja. Ky njeriu, që edhe kur u votua si kryebashkiak, u votua nga shumica e shqiptarëve si e reja, zhgënjeu pafund me mendsinë vjetër. Është sot i vjetër. Keni marrë pushtetin, zonjat nderuara ministre. Në çdo komision jam përpjekur që me ju të jem më shumë se sa etike, po etikën më të lartë në fakt për treguar kulturë perëndimore, individuale, e kam treguar kur për fushatën elektorale të 25 prillit, ky zotria që ishte këtu, e bëri me një foto timen personale. Ju e dini të gjithë, unë zgjodha të busqesh, nën qesh, cinizëm, ironi, po mbi të gjitha, është zgjedhje për të qenë njeri kulturuar deri tek pika që mos t'i japësh shkak tjetrit të vazhdoj projnë psikologjik të psikopatisë kolektive të një kopeje që ka një ADN ideologjike, se ka 2 ADN në këtë botë, një biologjike dhe një ideologjike. Unë nuk njoh ndonjë ADN kopeje dhe nuk e shpik dot ky zoti i punëve të Shqipërisë që thotë do bëhet siç duam ne. Ky s'ka një ne në fakt, ka një unë. Ju flisni për privatësitë dhënave, për drejtë informimi. Ju flisni për butrintin dhe ju, zonja ministre, i drejtoheni koleges duke i thënë në kokën tënde? Kjo është etika që kërkoni ju nga një zonjë kundrejt një zonje tjetër? Ekziston imagjinarja në kokën tënde? Keni ju mundësinë që pasi merrni pushtetin mos keni as minimale në uljes kokës dhe modestisë normale për të folur me etik mes kolegësh? Dhe mbi cilin fakt e keni këtë prepotent? Mbi faktin që kemi kaq komisione që ju themi një gjë e diskutuam dje në konferencën e kryetarëve. Plani i biznesit për butrintin në shtojca 2 e marrëveshjes nuk është. Po mirë, si kujtoni ju që e mira në këtë vend thjeshtësisht se zgjedh të jetë e mirë është domosdoshmërisht budallaqe? Jo, ju e keni mësuar gjatë këtë popull që t'jesh i mirë dhe i edukuar je idiot. Duhet t'jesh në fakt, kam dyshimet forta personale, që ky zotria që ishte këtu, ta quash kriminale quan virtyt, ta quash budalla e quan problem dhe kriminale. Kam probleme personale kur mendoj se sa është saga atyre kriminalëve me cilët ai bën fushat hapur, me të cilët i mbron si të vetët, si të kopes vetë. Unë, miq nderuar koleg të Parlamentit Shqiptar, nuk besoj që në Partinë Socialiste ka kope dhe ka njerëz të cilët janë kope. Unë besoj që ka individ spikatur të mirë, ka njerëz që e përdorin mirë karrigen dhe statusin e deputetit, siç edhe ka njerëz që e përdorin keq. Por unë besoj në zgjedhjet individuale. Dhe këto zgjedhjet individuale janë ato që do ta çojnë përpara këtë vend pa e trajtuar shqiptarin si kope. Jemi sot tek drejta e informimit dhe privatësisë.
ka kaluar jo shumë nga 25 prilli tjetër. Patronazhistët. Juve do të votoni sot për privatsin, kur keni thurur me lavdrimesh patronazhistëve dhe kthyet makthin e tmerrshëm të spionimit brenda familjes, të spionimit nga dritarja, spionimit nga kudo. Një mik i imi që mbaroi doktoraturën Paris 8 tha, është kaq e zhurmshme. Kjo Shqipëria e politikës, ai që po të hapësh edhe dritarin e tualetit të atyre pallateve që ka ndërtuar ky në Tiranë, ai që iku, ti e dëgjon se si komshiu nga që ka hapur televizionin diku, të gjithë dëgjojnë politik, zhurmë në vesh, në akustik në mendje, ka hapur televizionin diku, të gjithë e din jetën e tjetrit se kujt i përket, socialistëve apo demokratëve. Aq shumë u bë e modës çështja e patronazhistëve, sa që vinin strukturat e partive dhe thonin, ja fusin kot ata, s'është PS, është PD ky. Dikush i përkiste diçkaje gjithmonë. Një pronar, një kryetar. Një pronar, një kryetar. Jo, ne duhet ndërtojmë një parti që ka mendim, ka individualitete, një klasë politike e cila nuk ka pronar për kaci, i përket se cili vetes. Dhe kur t'jeni juve këtu, dhe me ndërgjegjen që unë e di që shumë prej jush e kanë, të thonim fal, që kthyem spionazhin, pjesën më të keqe të shkatrimit shoqërisë shqiptare, sepse shkatroi besimin tek tjetri, nuk dinin kujt i besonin komunizëm, nuk dinin kujt i besonin sot, se spionohen. E pra, patronazhistët, privatësia, do ngrem kartonat sot ne, duke e ditur shumë mirë, që pa pastruar ndërgjegjen, ka ligj dhe ma ligj. I konsumat 6 minuta, zonja Gride. Faleminderit gjithë.